Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, temat të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah do të përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën shpjegimi i hadithit, ata që nata i detyroj të strehohen në shpellë. Është një hadith që flet për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme, e cila është pjesë praktike e jetës sonë, për të cilën ne kemi nevojë padyshim çdo njeri. Çdo njeri padyshim ka nevojë për këtë temë, që është ndërmjetësimi te Allahu i lartësuar me vepra të mira. Pra, ndërmjetësimi te Allahu i lartësuar me vepra të mira, apo të lidhurit te Allahu i lartësuar për ndonjë nevojë me vepra të mira. Të shpjegojmë hadithin, pastaj inshallah do të marrim edhe mësimet e këtij hadithi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, duke transmetuar semi'tu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kam dëgjuar thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, pra sahabi shoku i pejgamberit alayhi salam e ka dëgjuar që këtë që ne e flasim, e bisedojmë, e mësojmë, e ka dëgjuar sahabi shoku i pejgamberit alayhi salam, dhe këtë hadith e transmetojnë të di imamët më të mëdhenj të hadithit, që është edhe Imam Buhariu, edhe Imam Muslimi. Të dy e transmetojnë këtë hadith, pra është hadith autentik dhe i sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Intalaka thalathatu rahtin mimmen kana qablakum. 3 burra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin para jush. Do me thonë, kanë qenë musliman, por jo të ummetit Muhammedit alaihi salam, por musliman të pejgamberve para Muhammedit alaihi salam. Ose kanë qenë të Isës a.s. ose të Musës a.s. Pra kanë qenë 3 burra musliman të ummeteve të kaluara, dhe nuk e precizon Muhammedi a.s. cilit ummet i kanë takuar këto 3 burra. Hatta awul me bite ila al-gar. Ecnin rrugës, mirë po ju erdhi i kapi nata, pa dyshim, edhe ata hynë u strehuan në një shpellë ati që kanë qenë duke kaluar. Fedekhaluhu fenhadarat sakhratun min al-jabal. Çfarë ndodh? Duke qëndruar ata aty brenda në shpellë, çfarë rokulliset një shkëm, edhe e zen hyrjen e shpellës. Dhe ata nuk kanë mundur të dalin, dhe as ka dikush që ka të gjuar e je me ju ndihmuar. Dhe me thonë, kanë ngelur brenda shpellës. Fesuddet alejhimul gar, fekalu, u munduan, mirë po nuk ishte e mundur që ata të shpëtojnë që aty nga ajo shpella. E çfarë ndodhi? Njeri prej atyre tha, dhe pastaj edhe të gjithë së bashku vendosën duke thënë,
innehu la yunjiku min hadhi s-sakhre illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kjo çështje është e rëndësishme. Thot, nuk ju shpëton dot nga kjo gjendje, nga kjo situatë që ne kemi ngelur brenda shpellës, përveç lutjeve të sinqerta te Allahu Gjelleshanuhu, duke ndërmjetësuar te Allahu për shpëtim me çfarë? Salihil a'mal, me vepra të mira. Kjo është esenca e temës tonë sot. Pra të ndërmjetësosh te Allahu me veprat e mira që unë dhe ty kemi bërë, që Allahu të na shpëtoj, të na largoj ndonjë sprovën tonë apo ndonjë vështirësi që neve na kam kapluar. Fekale rëgjullun minhum, edhe njëri prej të pranishmive aty nga 3, ai tha kështu, ta dëgjojmë. Allahumme kane li ebewani shejkhani kebiran. Si qëri tha Allahu Gjelleshanuhu, o Allahu im, unë kisha të dy prindrit e moshuar. Shifni? Unë i kisha të dy prindrit e moshuar. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala mal. Dhe unë nuk ju jepja, shifni ç'tash, ka pas të dy prindrit gjallë dhe të dy të shtirë në mosh. Shifni çfarë respekti. Thot, une as fëmijëve, as kafshëve mia, gjas, unë nuk ju kam dhënë me hëngër e me pi para se t'i jap babës edhe nanës. Dhe me thonë, ka ardhë për pune, e para pun ka hyke baba dhe ke nana, i ka respektu, i ka nderu, ju ka dhonë me hëngër e me pi, e pastaj ka shku te familja, pastaj ka shku, i ka regullu kafshët në shtëpi që i ka pas, dhe me thonë, lope, qëfar ka pas dele kështu me radh, mirë po, këtë pun aje ka bo gjithmonë. Ka hi te baba, te nana, ju ka dhonë me hëngër me pi, ka regullu ata edhe pastaj ka vazhdu. فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. Një natë prej natëve u vonova në punë, dhe kur erdha unë në shtëpi, derisa e rregullova ushqimin dhe hira te baba dhe te nana, me e bot traditën time të respektit të tyre dhe që ju jap të hanë edhe të pinë ma para tyve, çfarë ndodhi? I gjeta babën dhe nanën, pse u vnova në punë, i kishte zonë tha gjumi. Çfarë ka bo? فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبك قبلهما أهلا أو مالا. Subhanallah. Dhe nuk e kisha tradit para atyre që jap të hanë të pinë familjes as kafshëve. E çfarë të bëj çtash? Ta thej këtë tradit, ta thej këtë respekt të prindërve, tu jap përparësi familjes e kështu me radh. Çfarë bërim? Felebithtu wal qadahu ala yadayya. Jo, tha, nuk i dhash askujt, qëndrova te baba dhe te nana, me enët e mbushura me haje edhe pije, antadhiru istiqadhahuma hatta baraka al-fajr, edhe prita derisa ata u
zgjuan, mirë po ato u zgjuan vonë, gati në mëngjes, në sabah. Fastayqadha fashariba gabukahuma. U quan edhe unë wa ofrova hajen edhe pijen ative. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtiqa'a wajhik. O Allah, shifni, o Allah, unë nuk e kam bë këtë respekt për bab e nan, përveç se për hir tëndin. Feferrij anna ma nahnu fihi min hadhihi s-sakhra. Na çliro për hatër të kësaj pune nga ky shkëmb. Na çliro për hatër të kësaj pune nga ky shkëmb. Kjo është ideja e dersit të sotshëm. Të lidhemi te Allahu për ndonjë vështirësi me punë të mira që i kemi bë me sinqeritet. Lëvizi shkëmbi, fenferegjet shejën la yastati'una al-khuruj. Çfarë tha? Guri shkëmbi lëvizi, po përsëri nuk mundeshin të dalin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar. Atëherë tha i dyti, Allahumma kanat li bintu am. Shifni, o Allah, unë kisha një vajzë mingje, një kusherir. Kanat ahabba an-nasi ilayya. Ishte njeriu më i dashur te unë, e doja shumë. Ta ketë për vete, ta shfrytëzoj. Faradtuha an nafsiha famtana'at minni. Po ajo nuk pranoi diçka të tillë me mua. Qëndroi, ishte ndershme dhe nuk pranoi diçka të tillë. Hatta alammat biha sanatun min as-sinin faja'atni fa'ataytuha 20,000 dinar. Mirë po, një vit për viteve e kaploj familjen e kusherive të mi, e kaploj skamja. Edhe s'kishin çfarë të hanë edhe të pinë. Ndërsa ki kishte. Erdhi kusherira dhe i tha, a më ndihmon ta kalojm sa për me hangër edhe me pi? Edhe çfarë tha? I dhash 120 dinar të arit. Ala an tukhalliya bejni wa bejne nefsiha. Me kusht që ajo të ma lejoj mu të shfrytëzoj trupin e saj. Këmbet më zortë, t'jap 120 lira me kusht të flejsh me mu. Fefa'alet hatta idha qadartu alejha. Ajo refuzonte, po skamja e rond, nuk gjetë qare, dhe më tha, jam e detiruar bërë diçka të tillë. Ja dhash, edhe ju afrova. Hatta idha qadartu alejha, faqalet, la uhillu laka an tafudda al-khatama illa bihaqqih. Kur ju afrova tha, nuk të është e lejuar të ma heqesh mua virgjërin përveç se me të drejtë. A nuk i friksohesh Allahut? Ajo e trembur, mzart, duke u drith, edhe i thot, a nuk i friksohesh Allahut? Se është diçka e ndaluar, dhe mu më keq përdore, e shfrytëzon rast, a nuk e kujton Allahun? A nuk ke frikë Allahun se çfarë je duke bërë? Thot, mbasi që është afruar. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي حب الناس إلي. Kur ma kujtoj Allahun, u kujtova edhe pse ishte ëndra më e madhe e jetës time, unë thot u largova për hir të Allahut. Edhe çfarë ndodhi? Wa taraktu dhahaba alladhi ataytu. Edhe nuk ja mora altanin që ja dhash 120 lira që ja ka dhënë altan. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtiga'a wajhik. O Allah, unë nuk e kam bua këtë përveç për hir tëndin.
E çfarë? Fafruj anna ma nahnu fi. Të lutem na largo nga kjo vështirësi, nga kjo gjendje që ne jemi. Fanfarajat sakhra ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha. U largu edhe pa guri, po ato dot nuk mundshin të dalin përsëri. Kale Nebi sallam, thot për salam. Kale thalith, thot i tretin. Allahumma inni sta'jartu ujara. O Allah, i tham, ti din se unë jam pareli, jam biznismen, jam kompare, kom firm, dhe unë kam punëtor, ti o Zot e din këtë. Fa atajtuhum ajrahum, unë ja jap rrogat në kohë si gjithmonë. Gajre regjulin wahidin, përveç njonit nuk ja kom dhonë në rrogën, veç një punëtori. Taraka alladhi lahu wa dhahaba fa thamartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal. Subhanallah, çfarë ka bë? Ai ka ikja kalon punën, tha. Ai iki ma la punën. Një pjesë e parëve rrogës mbet te une. Shife o vëllezër, shife, çfarë ka bë? Një pjesë e parëve mbet te une. E unë atë pare që mbet, nuk ja rujta pare në ati, për çfarë ka bë ki biznismeni? E ka shti pare në ati në biznis. Ka ble me pare në ati, edhe ka bë edhe për atë biznis, edhe për vete biznis. Fekale ja Abdallah, eddi leje ejri. Mbas një kohë erdh, a i kështë mbet shumë zort, edhe erdh të unë edhe tha, një pjesë e rrogës mbet të ti. Na ma thot qatë se jëm zort. Ma bën halal, unë kam gabu, unë i ka talash punën shumë keq, mirë po jam shumë zort, a ma jep qatë pjesë që duhet ma japish se e kam punu. Kullu ma tëra min ajrike min el ibil, wal bekar, wal ganem, wal rëkik. Tha i shef ato atje, me dele, me dhi, me deve, me robër, me kretë janë tujat. Meri dhe shko. Fekal ja Abdallah, tha o robi Allahut, la të stehzi bi, mos u talë me mu, jam fukara, jam i ngrat, jam i nevojshëm, mos u talë, tha me mu. Inni la stehzi u bike. Qëri tha, unë s'luj, tha me ti, nuk talëm, tha, ja. Fa akhadhahu kulle, tha, meri dhe shko. Fluture nga gëzimi, mori gjithat pasuri edhe shkoj. Falem jetë rukmin në sheja, bile nuk e shpërbleu me asgjë të vetmen, hiq, kreti muri edhe shkoj, send, as nuk ja ktheu diçka. Allahume fe in kuntu faltu dhalik ebdika wajhi, kja Allah, unë këtë punë të mire kam bo vetëm për ty, vetëm për hatër tënd. Fefruq anna ma nahnu fi, të lutem na shpëton nga kjo vështirësi në të cilën ne jemi. Fanfarajat as-sakhra fa kharaju yamshun. U largu shkëmbi guri dhe ata shpëtuan dhe vazhduan rrugën. Ky hadith ka mësime jashtëzakonisht hatashme. Një prej atyre dhe mësimeve na tregon respektin e fëmijëve për babën edhe për nanën. Se nderimi, respektimi, shqërbimi i prindërve është prej veprave më të mëdhaja, më të shpërblera të Allahut xhaleshanu. Dhe shifni prej veprave për të na pranuar Zoti lutjet. Ai që e respekton, që e nderon bab e nan, Allahu ja largon sprova dhe vështirësitë atij, si është e rasti janë qëtash. Që thot Allah në Kur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Zoti ka urdhëruar që mos adhurosh askën tjetër përveç Allahut. E çfarë mbas adhurimit Allahut? Më njëherë mbas adhurimit Allahut. Çfarë thot? Wa bil walidayni ihsana. Pastaj më njëherë mbas adhurimit Allahut, besimit Allahut, respektoj thot dhe sillu mirë me prindërit. Pejgamberi sa më thot kështu, Seltu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. E pyeta te selam, cila punë është më e dashur, më e mirë te Allahu? Çfarë tha? Qal as-salatu ala waqtiha. Tha ta falish namazin në vaktin e vet. Kult thumma ayyu, mbas adhurimit Allahut me namaz, me këto, çfarë duhet të bëj unë puna e parë?
Çfarë i tha? Birrul walidain, sillu mirë me prindrit. Ma e mira punë, ma e shpërblera, ma e dashura. Neve ndoshta nuk na duket edhe shumë që bëjmë. Po ta dish që ti e ke bë punën më të mirë se me dhon sadaka, më të mirë se me lexu, më të mirë se me ngjuni ders, më të mirë se me lexu një libër, më të mirë se me fal namaz nafile, ti ke bë punën më të mirë se me dhon sadaka. Ti ke bë punën më madhështore, jo pse unë du ose që bëjmë qif prindërve ose ku ta diun çfarë. Jo. Fakt, argument. Thot namazin kohë dhe çfarë tjetra? Të sillesh mirë me prindrit. Tha, thumme eju, pastaj tha çfarë? Kal el gjihadu fi sabilillah. Tha, të luftosh në rrugë të Allah, subhanallah. Këtë neve në mbet lakmi, kur i kujtojmë të rënët për lirin ton, familjen Jashari dhe ato trima, me shpirt e zemër e gëzim të madh, i dëgjojmë historitë e atyre, u arrëfejmë të fëmijëve tonë kështu me radhë, me thonë është diçka madhështore. Kjo është puna e tretë, të flijosh për fe dhe për vaton veten tënde. Ama ai që i respekton prindit, manalt është. Manalt është. Jo pse unë du, po pejgamberi kështu na thot. Pra e shifni se sa madhështore na qenë ka. Si dobi tjetër o vëllezër e kemi vlera e ruajtjes së nderit muslimanit nga kurvëria. Edhe muslimanes. Kur e ruan nderin nga kurvëria, është prej veprave jashtëzakonisht madhështore, por edhe prej veprave më të shpërblera te Zoti. Ne e pam se i ka shpëtuar nga vdekja e sigurt. I ka shpëtuar nga vdekja e sigurt ato që ishin në shpella. Ishte ashtu. Çfarë? Ruajtja e nderit nga kurvallëku. E këto Allahu i shpërblen, para mendoni, edhe nën hijen e Allahut. Atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër, kur do të dalin para Allahut, përveç hijes së Allahut, dhe jenë vetëm 7 grupe të shpëtuar nën këtë hije. Njëna prej ative, di cila është? Thot, rajulun da'athum ra'atun dhata mansibin wa jamal. Një prej këtyre 7 grupeve do të jetë një burr, një njeri, të cilin e ka thirr për prostitucion një grua e bukur, tërheqëse, e ai çfarë ka thonë? Inni akhafullah. Nuk ka vepruar kurvëri duke thënë, unë i friksohem Allahut. E këto, dimle edhe Allah. Hajde, tej. Hajdeni të ka ju. Hajdeni të ka. Përveç se shpërblime shumë të mëdhaja, largim i të këqijave, po nëse e bëjmë kurvallëkun të këqijat i kemi nder, ai fakt është. Se kuptohet e kundërta. Nëse i ruhemi, largohen të këqijat, po nëse e bëjmë pislëqën, na vijnë të këqijat, qartë është. Çfarë? Thot, hajdeni ju krejt këtu. Krejt, sa miliard ka pas, krejt edhe me një anë dhe t'i heke këto, ne do kënaqemi kush janë bre këto, e që këto janë që nuk bën kurvallëk, që e rujtën nderin, hajdeni në hijen e Allahut të lartësuar. A i shifni? A dit, as malli, as e vlati, as zhazbandovi. Tjetër, vlera e besnikëris. E pa ca e rëndësishme është që është besnik në obligimet dhe detyrat që i merë. Pra, besnikëria në punë, aty ku je, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Një prej tyre që ne e pam sot, se besnikëria është shkak i largimit të sprovave dhe vështirësive dhe të këqijave. Nga shkaqet më të mëdha të largimit të sprovave dhe vështirësive është edhe lutja. Çfarë? Lutja është shumë e madhe. Kemi vështirësi. Lutu non stop me shpresë edhe bindje të Allahu xhelleshanu për ndihmë. Pse? Se Allah thot, idha seleka ibadi anni fa inni qarib, kur do të pyesin robërët e mi për mua, thuaju unë jam afër, Çfarë? Ujibu da'wata da'i idha da'an, unë i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lut mua. Ai është afër. Po çfarë?
të bëjmë lutje. Ne lutemi një 10 herë, 20 herë edhe jo edhe nuk mu përgjigj Allah. Jo, kështu. Lutu non stop. Pastaj çfarë fitojmë tjetër? Sinqeriteti në lutje, dhe kjo është më e madhja. Pse? Sa ata i thanë Allahut, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtiga wajhik fafruj anna ma nahnu fi. Pra ne kemi bërë këtë për hir tëndin dhe na largon nga kjo. Dhe dobia e fundit o vëllezër, që fitojmë nga kjo dhe është esencialja, është mësimi më i madh, edhe ndoshta është qëllimi i kësaj ligjërate, është çështja e ndërmjetësimit te Allahu me vepra të mira. Kretë kemi vështirësi, sidomos kohëve të sodit. Mënyra më e mirë për largimin e tyre ka plot një ndër më të mirat është të ndërmjetësojmë te Allahu si këto tre që ishin në shpellë. Edhe ti themi Allahut me punët e mira që i kemi bë, ke dhënë zeqat, ke lexuar Kur'an, ke bë punë të mira. Edhe lidhu kur dhe jesh në vështirësi te Allahu me vepra të mira. Thuaj o Allah, filan punën, ceke me gjuhë, si e cekën këto. Filan punën, leximin e Kur'anit, sadakan, çfarë ke bë? O Zot, këtë sadaka që e kom dhënë, të lutem, lidhem, ndërmjetësoj të ti me këtë, për hatër të kësaj të ma japish apo të më lirosh nga kjo. Kjo është shumë e rëndësishme, ta mbajmë mend edhe ta shpërndajmë sa më shumë këtë ligjërat, të mësim në vetët tona pa dyshim, familjet tona edhe më larg. Ka njerëzit halle, ka njerëzit vështirësi, le ta bëjnë këtë lloj ndërmjetësimi, është prej formave më të mira që Allahu të na përgjigjet në lutje. Lutë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na mundsoj neve fëmijëve tonë dhe mbar besimtarë musliman të bëjmë vepra të mira, të sinqerta, të na shpërblej Allahu për to në dunjë edhe në ahiret. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.